Alayhi salatu wassalam ja dërgojmë. Lutë Allah që të na i pranoj ibadetet e kësaj jave, në veçantë të ditës së sotme, të kësaj dite xumaje. Vazhdojmë me temën e radhës, e që është mbajtja në mend apo hafızllëku i pejgamberit alayhi salatu wassalam që ja bëri Kur'anit. Ju e dini se hafëzi i parë është Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe nuk mahet mend edhe nuk ka shkrime të sakta që para tij ndonjë libër tjetër të është mbajtur mend. Prandaj Allahu xhaleshanu kur I ka përmend librat e kalum, I ka përmend se ju kanë ardhur pejgamberve në formë fizike, si fizikisht, domethënë jo në mendje, si që ka ardhur pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe 3 libra, domethënë Teurati, Zeburi dhe Injili, po ashtu edhe fletushkat, ato suhuf, fletushkat, që I kanë përngjatë librave të vogla, të dërguar nga Allah, por libra të vogla. Domethënë kanë qenë si lloj skripta, si lloj fletore me disa vargje aty nga Allahu xhaleshanu. Për shembull, rastisht njëri ka gjetë një ditë që ta në diku në ka gjetë, edhe mos më gjujt, më ka prunë, kjo është disa pjesë të Kuranit, edhe kështu diçka, domethënë disa gjëra, këto mund ta quajmë suhuf, domethënë Allahu xhaleshanu I ka dërguar suhuf Ibrahime dhe Musa, edhe Ibrahimit dhe Musës përveç Tevratit I ka thënë do libra të vogla, domethënë po thamon tash kësaj natyre, libra të vogla. Janë konë numri tyne përmendet që konë 100. Jashta 4 librave Tevrat, Zebur, Injil, Kur'an, janë konë 100 suhufe që se fletushka të vogla. Mirë pas njëna për tyne nuk ka argument që pejgambert e atyre librave I kanë majt men, hafızllëk I kanë ba. I vetmi që është majt men është Kur'ani. Është Kur'ani, fjallë Allahut Azza wa Jall, edhe zaten kur ka zbrit në mendjen e Resulullah sallallahu alaihi wasallam përmes Xhibrilit alaihi salam. Nuk ka zbrit në formë libre, më ia dhënë domethënë një flet merre, sot mësoj çfarë përmesh. Në 2 orë tek I, nesër kena me ta pru faqen e dytë. Jo kështu. Nuk ka ardhur. Edhe kur I ka zbrit në fillim pejgamberit alaihi salatu wasalam, ashtu siç edhe transmeton Ibn Abbas radhiyallahu anhu, e shënon Imam Buhariu, thot Resulullah nuk halas o kon fillim nuk ka ditë sistemin, nuk ka ditë sistemin që po shkon kjo punë, edhe çka ka bë? Ka fillu me kur e ka pru Xhibrili alayhis salam 2-3 ajete, ka fillu me I lexu shpejt. Nëse ka pru për shembull kul huwallahu ahad, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po e thot me të shpejt kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad. Po më not çka me majt mend, sepse mane kuptojnë një gjë. Gjërat mahen mend me përsëritje. Domethënë është mashtrim me I thonë nxënësit ose me dalë aty në rrjetet sociale me thonë është një metodë që mësosh një sen përmesh me të parën. Nuk ka me të parën, kur gjë që mësohet përmesh. Pa përsërit nuk mësohet kur gjë përmesh. Prandaj ulemaja kur I kanë pyet ulemat Imam Buhariun kur e kanë pyet, I kanë thonë çish ke mësuar gjithë të hadithe përmesh me qindra mira, miliona hadithe kanë ditë përmesh ulemat e moqëm, me zinxhir transmetimi filani prej fistikut, në zinxhirin e parë burra të tjerë, në zinxhirin e dytë dietar të tjerë. Ai që ka thonë, çu shike më të këtu, ka thonë tu përsërit shumë. Pra me përsëritje mësohen sanat, tu lexu shumë. Marrën mend. Për ndryshe nuk marrën mend. Ka pas për tyne që kanë shkuar në breg të lumit ose në breg të detit, edhe kanë thonë përmensh, kanë lexu hadithe, kanë përsërit hadithe. Ka pas për tyne që ka shkuar mal, ku se sheh kërkosh senin kërkosh edhe ka bërtit ka mësu. Ka pas për tyne që ka shkuar te varrezat. Aty s'ka njerëz rahat. S'ka lënë filani fisteki me ta thonë një fjalë, edhe që aty në breg të varrezave I ka përsërit hadithet ose I ka mësu hadithet e reja aty, ba përsëritje. Prandaj edhe pejgamberi kur I ka zbrit në fillim disa ajete kuranore, ka fillu me I lexu me të shpejt, me I bë përsëritje me të shpejt. Pastaj Allah
kjo ka qenë vështirë për pejgamberin alayhi salatu wassalam. Zoti ka lënë një herë, pastaj e ka pru një ajet kuranor ku thot la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Mos e luj shumë, mos e lëviz shumë gjuhën, mos e përsërit shumë për me majt men. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Tu munu me, që me thonë, me zër me majt për mesh. Ka dalës. Mos e merr me siklet. Inna alejna jam'ahu wa Qur'ana. Na kemi obligim ty me ta zbrit edhe me majt menti. Allahu e ka marrë përsipër që prej atë kësaj dite, kur i ka ardhur ky ajet kuranor, domethënë si këshill pejgamberit alayhi salatu wasalam, Resulullah prej asaj dite nuk i ka dhënë zër. Çka ka bën? Kur i ka ardhur Xhibrili alayhi salam me shpallje, është nal. Veç është qetësu. E ka ngu krejt, gjys faqe, një faqe, dy, në varet sa i ka ardhur qatë ditë shpallja. Ka pas raste kur i ka ardhur mrena ditës 2-3 herë shpallja. Ka pas raste kur një muj ditë nuk i ka ardhur fare shpallja. Në varet prej situatës edhe rrethanave. Nuk kon patjetër, domethënë me pas orar të caktuar që këtë javë ka me ardhur, në këtë orë vjen çdo ditë, jo. E tash kur i ka ardhur shpallja, pejgamberi alayhi salatu wasalam është nal edhe veç ka ngu. Kur është kry shpallja, e ka majt men 100%. Sepse Zoti Gjelleshanu dy gjera i ka garantu për pejgamberin alayhi salatu wasalam. E para, që ka me e kumtu shpallën, me e kumtu me përhap, me sqaru. E tash, për me kumtu që të shpallë, lypën disa gjana. Është kërku që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mos me haru Kur'anin, për me mujt me spjegu, me sqaru. Edhe e dyta, më kon i sigurt pejgamberi alayhi salatu wasalam nga vdekja. Prandaj ulemat kanë përmend që Allahu e ka garantu pejgamberin që nuk des ti, as nuk mund me të bëjë atentat kush, as mund me të myt kërkush, pa e kry misionin. Kjo ka qenë edhe arsyeja që sa herë janë mundu jo besimtarët, ose me helm, ose me atentat, ose duke ja gjujt gurin prej mrapa prej murit, ose në fush betejë, s'kan mujt me myt pejgamberin alayhi salatu wasalam derisa e ka plotsu misionin. Dhe pejgamberi nuk ka harru asgjë nga feja derisa është plotsu misioni. E tash. Edhe Kur'anin nuk e ka pas lehtë pejgamberi alayhi salatu wasalam me majt men. Edhe shpallja nuk ka qenë e lehtë për pejgamberin. Ç'është nuk ka qenë e lehtë? Transmetohet prej Aisha radhiyallahu anha në Sahihun e Buhariut, thot ka ndodhur që pejgamberit alayhi salatu wasalam i vinte shpallja në netët e ftofta të dimrit. Medinja, të dashur vëllezër, në natyrën e saj është e nxehtë, por ka raste net në dimër që bëhet ftoft. Natën bëhet shumë ftoft. Sa bëhet ftoft? Kur del me fal namazin e sabahit në xhami, nëse është në grop në tokë, musht me ujë, grop e vogël, ndodh që gropa, uji aty, përmi me pas shtres të akullit. Qaq bëhet ftoft. Këta, nuk po flas, kam lexu, kam dëgju, unë kam provu, të vanë vetë kam pa, kur kam shkel në herë, krop ka bë akulli përmi me shtresën e vogël të ujit, në grop e vogël. Vetë kam fryt, domethënë akullin, pres ftofti. Thot Aisha, në qëto netët e ftofta, kur i vinte shpallja, pejgamberi alayhi salatu wasalam dridhej prej vështirësisë edhe djersitej, na që thojmë fjalën popullore, djersët e tij binin të poshtë kokra, si kokrat e, domethënë kokra. Prej pastaj vente në vete pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe duhej ose mushtrim me pushu, ose pak me fjet, ose me hongër ushqim prej lodhjes së shpalljes. Por çdo ajet që i ka ardhur e ka marrë mend. Qysh i ka ardhur shpallja? Në disa forma. E para,
kur Allahu Gjeleshanu i ka fol direkt pejgamberit alayhi salatu wassalam, direkt do më thonë pa pengesë. Ka shku në qelë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhe Allahu i ka fol direkt. Këtë formë mas shumë të ka pas të njohur Musa alayhi salam. Edhe disa pejgamberve të tjerë ka fol Allahu Gjeleshanu direkt, por si i njohur me nofkën me emrin Kelimullah, që i bjen shqip ajtë të cilit i flisë Allahu pa ndërmjetësues, është Musa. Pra për emrave, Kelimullah, a Khalilullah, është Ibrahimi dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të dashurit dostat e Allahut. A Kelimullah, ai që i ka fol Zoti, direkt është Musa alaihi salam. Por edhe Muhamedit alayhi salatu wasalam, forma e parë i ka fol Zoti direkt. Forma e dytë i ka ardhur shpallja nga Allahu Gjeleshanu në heshtje veç pejgamberi e ka ni veç pejgamberi në formë të tingujve. Sahabët janë konë në dhomë, ka ndodhur që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është nal, i ka mbyll syt edhe ka fillu trupi me u dridh nga sikleti. Ato tinguj, ato fjalë që i kanë ardhur në vesh, e që sahabët si kanë ni, veç ai ka ni, i ka majtë men, forma e dytë. Kjo ka qenë më e vështira, sepse mas saj gjithmonë u konë i lodhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Edhe e treta, nëse i ka ardhur Gjibrili alaihi salam me ja prun shpallën për të thotë Zoti në Kur'an kështu. Gjibrili alaihi salam ose i ka ardhur e ka parë në qelë Gjibrilin, ose i ka ardhur në formë të njerëzit. Kjo ka qenë ma e lehtë për pejgamberin alayhi salatu wassalam, për arsye se nuk i ka dhënë siklet, nuk i ka dhënë mundim. Kreta çdo quhen Kur'an. Është një formë tjetër e shpalljes, por ajo nuk është mbrana në Kur'an. Ajo është Allahu Gjeleshanu i ka fol përmes ëndrës apo i ka thu në ëndër Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shpallje. Ëndrat e pejgamberve janë pjesë e shpalljes, por nuk janë të shkruara në Kur'an. Mbrana në Kur'an nuk është ëndrat. Edhe për besimtarët, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ëndra e mirë e besimtarit të devotshëm është 1/46 pjesë apo 46 pjesë e shpalljes. Për arsye se 6 muajt e parë pejgamberit alayhi salatu wassalam i ka ardhur shpallja veç në ëndër. Edhe ëndrat e pejgamberëve nuk janë prej shejtanit, janë prej Allahu Gjeleshanu. Forma tjetër e shpalljes tek pejgamberi alayhi salatu wassalam është përmes inspirimit. Inspirimi janë i quajmë në ndryshe hadithet. Prandaj Zoti Gjeleshanu ka thonë në Kur'an wa ma yantiqu anil hawa. Pejgamberi nuk flet nga hamendja. In huwa illa wahyun yuha. Kreç ka folaj është shpallje, ose në Kur'an ose në hadith. Edhe hadithi është shpallje. Ku është dallimi? Se hadithi i ka ardhur, pra Kur'ani ka ardhur pejgamberin këto 3 forma, ose duke i fol Zoti direkt, ose përmes tingujve në heshtje që është dridhë dhe i ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose përmes Gjibrilit, shpallja, Kur'ani. Hadithet i kanë ardhur një inspirim. U kanë tunajt pejgamberi alayhi salatu wasallam i ka ardhur një ide, një inspirim. Allah ja ka thënë një ide, një fjalë. Fjalë themi Kur'ani edhe fjalët, edhe kuptimet janë prej Allahit. Hadithet, kuptimi është prej Allahit, fjalët janë prej pejgamberit. Kjo është dallimi. Prandaj Kurani kushtëzohet me u recitu edhe kuptimi edhe fjalët pa ndryshim, zvan me lexu kul huwallahu ahad pak më ndryshe. Ja shtojmë një fjalë pak më ndryshe. Me kuptim zban mu lexu Kurani. Zban. Hadithi ban mu lexu me kuptim më saktë është. Por ulemaja kanë kushtuar disa kushte që ai që e thot hadithin me kuptim me njoft mirë edhe kuptimin e parë dhe dytin që mos me enrru një fjalë me diçka që si përshtatet 100%. Prandaj ka hadithe që i kanë 2 tekste për të njëjtin kuptim. Innamal a'malu binniyat. Veprat shpërblen sipas qëllimit.
ka innamal a'malu binniyat dhe innamal a'malu binniyya. Vepra shpërblet sipas qëllimit, vepra ose veprat shumës, si kjo, si ajo një kuptim e kanë. Andaj, edhe hadithet janë shpallje Allahu Gjelleshanu për të recituara përmes gjuhës së pejgamberit alayhi salatu wassalam. Resulullah e ka mësu Kur'anin përmes. Hafëzi i parë në botë, edhe mrekulli është Kur'ani, i cili është libri i vetëm që mësohet në botë përmes hafëzave. Dhe sot në dunja, Zoti e di mas miri, por me 10 milion hafëz ka në për botë. Tash mos japim ndonjë shifër ka i lexojmë në rrjetet sociale, sepse ato mund të janë jo të sakta, por na dinë domethënë që në çdo vend ka hafëza dhe ka hafëza të cilët kur kanë mësuar Kur'anin e vazhdojnë ta përsëritin edhe nuk e harrojnë. Ka shkolla, ka medrese, ku domethënë kemi edhe në Prizren medresën e hifzit Kur'anit, të hafëzllëkut, kemi në Gjakov, kemi edhe në qytete tjera ose në mranda Kosovës edhe jashtë Kosovës, po ashtu në botën islame që mësohen Kur'anin. Me 3 vjet, ka 4 vjet, 5 vjet që mësojnë Kur'anin. Hafëzi i parë kon pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pasti sahabët i kanë mësu ajetet kuranore, qysh kanë zbrit, sahabët e kanë pas mazër me mësu Kur'anin se na. Pra arsye se nuk e kanë pas para vetës komplet pianisin pe elhamdulillahi rabbil alamin deri në fund kul a'udhu birabbin nas. Jo, ka ndodhur që do ajete kanë zbrit për shembull surës Al-Baqara, pastaj do kanë zbrit atë të surës Muhammed ose surës Fath ose surës Tabarakalladhi. Edhe tash pejgamberit i ka thonë Xhibrili alayhis salam që të ajetës sot që t'i zbrita vendosit e filon surja, shtinin mes këtij ajetit dhe këtij ajetit, mes ajetit 17 dhe 18 shtinin ja 3 ajete. Pejgamberi në trunin e vet rapi ka vendos aty si kompjuter. Si kompjuter. Sahabëve ju ka thonë, shtini kështu, edhe sahabët i kanë vendos si kompjuter. Pse? Për arsye se Allahu Gjelleshanu ka këshyrë në zemrat të krejt botës. Ma të mirë, zemrat ma të mira në atë zemanë dhe në krejt botën, deri në kiamet i ka pa zemrat e sahabëve. Ma të sinqertit, ma të ndershëm, ma të rimat, ma burrat, ma bujartë, etj. Dhe i ka zgjedhur më kon shok të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe Allah më thon për ta në Kur'an, radiyallahu anhum wa radu an. Ata në kënaqën me Zotin, Zoti është i kënaqur me ta. Dhe çta zemrat paqja, të sinqerta, janë kon si kompjuter, e kanë marrë mend më një herë ajetet e Kur'anit. Prandaj ulemat kanë thonë një për sebeve me marrë mend njeriu, shumë mësimet përmendsh. Sot ki hafëz që përveç Kur'anit i dhe edhe 20 libra të hadithit përmendsh. Qysh ka ditë Buhariu edhe Muslimi, e ai tjetri. Sot po ka sot. A njojmë, po njojmë, a kemi pa po, a kemi najt po, a i kemi përsërit me ta po hadithet. Kena përsërit. Çka lypet? Vendosmëri, edhe devotshmëri. Prandaj nuk ka mundësi një mendje që menon keq, me mësu të mirën. Nuk ka mundësi një sy i cili këshyr keq, me mësu të mirën përmenç. Nuk ka mundësi një gojë e cila flet keq, me mësu të mirën. Prandaj këshyra hafëzët sa ma të vegjël, ma shpejt bëhen hafëza. Pse? Gjunahet nuk janë në zemrën e tyre. Prandaj Imam Shafiu, kur ka dash me mësu përmenç, ka mësu përmenç Imam Shafiu, i kanë gjitë faqet e Kuranit, i kanë gjitë. Të mësu të parën, i kanë shku sot të e dyta kompjuter, ka kap si fotokopja, e ka kap edhe faqen e dytë. Çka ka bë? Ka marrë letër, i ka qitë faqes knena, me mësu këto knena se bin gjitët. Ka qenë i vogël 7 vjeçar, le vetëm Kuranin, po edhe një libër të hadithit në atë kohë që kanë libra Imam Malikut, sa kur ka shku te Imam Maliku, s'ka dash me pranu Imam Maliku në Nxans, se Imam Maliku shumë ka qenë i madh, standardet e mëdha, ka do kaj djalëri. Ka ndërhy kryetari i shtetit në atë kohë, me e pranu, se ka bon, Kabull ka thonë nuk ka ndërmjetësime në ilm, as kryetari, as bakraqe, veç ka ai që e meriton. Se ka mush menën i vogël, 6-7 vjeç. Ka thonë o imam, më leja pra masis po pranon ai ndërmjetësime, më leja unë ndërmjetëse për veten. Çka? Thot kret çka ke shkruar ti me duan përveç Kuranit edhe hadithet që ke shkruar ti në Muwatain tan, unë e di çush e din ti. Çush e din ti çat librën në unë e di. Mos e fsha. Se duhet programim. Pastaj ka thonë urna ja ka nis. Thuma këtë ajet, hadith ja ka nis. Thuma hadithin tjetër ja ka nis. Kamet. E që ky djali i ri
që pëjdin gjithë qëto hadithe njëherë ka me të pak keq, spjaro këtë mësimet, ka shku të mësusi vetë, Imam Waki ibn al-Jarrahi, edhe I ka thonë mësus, diçka së jam të mujtë me majtë men. Atëre ka këshiluaj. I ka thonë, largohë birja e mëkateve, gjunaheve. E ka qitë poezi, Imam Shafiu ka thonë, shekevtu ila Waki su e hifdhi, jam anku të mësus jam, që s'po muj me majtë men, fa arshadeni ila tërkil maasi, edhe më këshilaj që me ilan gjunahat, fa inne l'ilme nurun, wa nurullahi la ju'ta lil asi. Se më ka thonë, dija është nur, dritë. E drita Allahut azza nuk I jepet mëkatarit. Se mëkatet e nxin zemrën, e nxin shpirtin. Edhe drita me terën nuk bashkohen. Prandaj pika kryesore është sinqeriteti, majtjen mend të Kuranit, të haditheve, të fesë. Pastaj, mas sinqeritet, devotshmëria. Pra në zemër me vofri Zatë Zotit. E dyta pastaj me u largu për gjunaheve. Nuk ka mundësi një njeri I cili e përsërit Kuranin në mbrëmje ose në sabah, e gjatë ditës bën gibet, e merr në për gojë njerëzit, e përçan, e përqesh, etj, pastaj po bëhet hafëz. Nuk ka mundësi. Prandaj, dje po ma bëjnë një pyetje, çfarë mendon a bën me shku me marr dije për një njeri I cili bën mëkate të mëdha? Ja. Po ka dije? Ja. Nëse dija nuk ka ndiku me largu për I mëkateve të mëdha, ai përngjan një gomarit I cili ban libra në shpinën e vet, edhe s'ka kur fal devotshmëri, magar. Po ban libra shumë dhe përmesh, çka ka lidhje? A ka devotshmëri jo? Nëse nuk ndikon dija ndër më buri mirë ti, që zvyn thjesht vetëm si informacionin tru. Prandaj ne shohim njerëzit të cilët kanë marrë dije fetare edhe kanë rshit në devotshmëri, losë Allahun që të na ruaj. Mos më hyjnë mëkate të mëdha. Kanë rshit. I ka pa që dija tyne e kanë shfrytzuar dijen kundër dinit. Po, ka që ka kry medrese, është bo dreq. Edhe sot e ki armikun më të madh të Islamit në për portale, në për rrjetet sociale, me analizat e famshme edhe kilaftë të ti, ose të tyre. Ki njerit që ka kry fakultetin edhe është marrë mik I dinit Allahut azza wa jall. Por Zoti Gjeleshanu, ai I cili e ka jetën e keq, nuk e le me vazhdu. Erzën perandorinë e tij, personalitetin e tij, sado që mundohet me ngrit, nuk shkojnë kundër dinit Zotit s'mund më bë kurkush. Veç vetin ka me dëmtu. Prandaj mësimi përmendsh I Kuranit, I haditheve, lyp devotshmëri dhe sinqeritet. Sot I kum shkruar një nxënësit medresës, po dhe s'po mujmë mat në men ajetet kuranore të mësu hifzën. I kum thonë 10 ditë shkruaj një letër dhe maje para vetës, a jam të mësu për hir të Allahut. 10 ditë. Shkruaje 10 ditë përsërite, 10 ditë analizoje, refresh bën e veten. Pse? Kjo është hapi parë, me I bën sanët lillah për Allah. Edhe me bën refresh her pas here. Masi ta bën këta, të shme kalu të hapi dytë, mu largu mëkateve të cilat jetu I bën, nëse jetu bën diçka. Qyre vetën ku I ki mëkatet gjunat dhe largohu. Prandaj hafëzi I parë është pejgamberi alayhi salatu wasalam. Pastaj janë Ebu Bekri, Omeri, Uthmani, Aliu, Abdullah ibn Mesudi, filani, fiziku. Thujse, shumica sahabëve kanë hafëza, ose një pjesë e madhe. E pjesa tjetër kanë ditë do gjusën e Kuranit, do ma shumë. Edhe nuk I kanë shkruaj, kanë majtë mend. Thot Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu, mbi 70 sure I kanë majtë mend direkt nga goja pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ka pas për tyne me të parën që kanë majtë mend. Me të parën. Nga devotshmëria që Allahu xhaleshanu dhe interesimi. Prandaj të dashur vëllezër, a ka ndodhur që pejgamberi alayhi salatu wasalam me Harun në ajet kuranor, po ka ndodhur në çast me Harun ja 2-3 ditë, opa kur e ka lexuar një filani fisteke, ju ka kujtu pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pra, pse kjo ka ndodhur? Për me tregu se edhe ai është njeri. Ndodh që me u Harun një ajet kuranor, me u kthy njeri me përsërit ata ose një sure me përsërit. E rëndësishme është që mos me e neglizhu, mos me lënë anash. Pra I vetmi libër në botë që matë men, me të madhe, që është I lehtë për të majtë men, është I lehtë, është Kurani. I vetmi libër I shajt,
që Allahu Gjelleshanuhu e ka bon shumë normale mbajtjen mend është Kurani. I vetmi libër që ka zbrit në tru, në mendje, në zemër është Kurani. Libra tjerë kanë zbrit si libra fizik. Kanë shku Musa a.s. e ka marrë libër, e ka kap Tevratin, dorë ka kap. Pejgamberit a.s. nuk i ka ardhur ashtu, i ka ardhur në shpirt, në mendje, në tru. Që e me kuptu, këtë Kuran nuk duhet thjesht veç me majtë në dorë, por duhet me majtë në tru, duhet me majtë në zemër, në devotshmëri, në fjalë, në vepra, në sjellje. Është manaja më e madhe se sa thjesht pse pejgamberi ka ardhur në tru. Për 23 vjet, ajeti i parë që ka zbrit është Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. 5 ajetet e para të kësaj surës Alaq. Lexon emrin e Zotit tënd i cili ka kriju çdo send. Ky është ajeti i parë. Ajeti i fundit është ajeti i surës Al-Baqara. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Keni frikë asaj dite, tutnu pi asaj dite. Kur keni më kthy te Zoti juaj. Thumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Pastaj, secili ka më shpërbly prej jush, ç'është e ka merituar. Allahu Akbar. Edhe askuj prej juve s'kam ju bon zullum. E para, ajeti kuranor i pare, lexojmë se studion në emën të Allahit, jo në emën të atij, në emën të këtij. Shko me në mësani, bash i meqëm edhe bash politikanë, bash ashtu, ban pare. Jo, mësa për i Zotë Zotit, mësa për më bon besimtari devotshëm, më bon musliman. Nëse dija të ban kundër dinit Allahut, nuk vjen ajo dije. Nuk vjen. Prandaj një njeri i cili se ka kuptu kush është Zoti i vet përmes dijes, nuk i ka bën dobi dija. Po një rrugë mundet me marrë, shumë të madhe. Po në fund çka në xhehenem me shku me dijen, në xhehenem me shku, la ilaha illallah. Pra ajeti i parë, dijen e emën Zotit. Ajeti i fundit që ka zbrit, keni frikë Allahin. Atë tut në asaj dite kur keni me dalë para Zotit, pastaj kam ju dhënë secillit ato që keni merituar. Askuj për juve s'kam ju bën zullum. Kjo është ajeti i fundit i surës, domethënë që ka zbrit e gjendet mbrana në surën Al-Baqara. Po si sura e fundit e kompletume, jo ajete, ka qenë surja Idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kur ka zbrit kjo ajet Idha jaa nasrullahi, kur të vjen ndihma e Zotit, edhe çlirimi, pra i Mekës ku ka çlirimi. Edhe isha njerëz duke qenë grupe në fe, sabbi bihamdi rabbika wastaghfirhu kana tawwaba. Atë madhroj Allahun edhe kërko falje sepse është falës i madh. Kur i ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam atje minber, sahabët janë gëzuar se ka marrë çlirimi, ka marrë fitoria. Përveç Abu Bekrit i cili ka. Kanë thonë sahabët, çka ka ky plak? Kretë në po gëzohemi që ka mu çlirua, ka mu përhape, ka me hyn njerëzit grupe. Mas kësa i thanë pejgamberit, i thanë Abu Bekrit, pse çajta? Tha vallahi çajta se unë e tha e dini gjë. Çdo sen kur plotësohet, shkon pastaj duke u mungu. Tha çlirimi i Mekës, e fitoria, e përhapja e Islamit nën kupton vdekjen e pejgamberit alayhis salatu wasalam, se çdo sen kur të bëhet tamam, çka do të më bën pastaj? Mu dorëzu me krye amanetin. I ka shku menja deri këtu. Pra kjo është surja e fundit se e plot, surja Nasr apo Idha jaa nasrullahi wal fath. Asja jetë ato që ka i përmena. Allah në përmirësoft. Allah në bëftë për atyre që e mësojmë Koranin, e kuptojmë ato edhe